Një krim i rënd ka ndodhur mesditën e sotme në zonën e plazhit në Durrës. KD, i ditëlindjes 65, është qelluar disa herë me armë në automjetin e tij sapo ka dalë nga një dyqan ushqimor. Policia e cila gjendet në vendngjarje menjëherë ka marrë dëshminë e shumë personave për të zbardhur identitetin e autorëve. Sipas burimeve policore, paraprakisht bëhet me dije se viktima dyshohet që është një biznesmen i zonës së plazhit dhe vrasja ka lidhje me shpërthimin me tritol ku mbeti i vrarë pak muaj më parë, po në zonën e plazhit biznesmeni Çela. Në fakt janë duke huetuar shumë pista midis tyre edhe ajo e hakmarrjes. Aktualisht policia në vendngjarje është duke marrë dëshminë e dëshmitarëve okular. Duhet të themi se vrasja ka ndodhur në prani të shumë personave dhe pushuesve në mes të rrugës së plazhit në sensin nga Plepat drejt Durrësit. Nga ajo çfarë kemi parë në vendngjarje, e gjithë vrasja ka të bëjë me një atentat. Pasi viktima ka dalë nga dyqani ushqimor, autorët e kanë pritur dhe kanë qelluar disa herë me armë zjarri në drejtim të tij duke lënë të vdekur në sedilin e parë të automjetit tip Benz me cilin udhëtonte viktima. Në fakt, dëshmimtarët janë shprehur se ka patur panik në momentin e vrasjes në rrugë, si për qytetarët ashtu edhe për pushuesit. Aktualisht policia e Durrësit është duke punuar dhe duke hetuar për identifikimin e autorëve të cilët menjëherë pas ngjarjes janë larguar me shpejtësi në drejtim të paditur. Po kështu janë shoqëruar disa persona në polici deri në këto momente që flasim për të zbardhur identitetin e autorëve të ngjarjes, të cilët dyshohet se kanë qenë të maskuar.